Hello miq, me se erdhët në një tjetër vlogmas. Sot jam me Hekrin. Romi. Dhe do bëjmë më në fund, do ju përgjigjemi pyetjeve që na keni bërë gjatë gjithë vitit dhe që keni kërkuar që të bëjmë një question and answer me Hekrin. Dhe pavarësisht se ka qenë shumë i zënë këto kohë. Ja u plotësoj. Ja ku jemi? Kam vendosur një link në Instagram, gjithashtu bëra një post dhe në YouTube, në mënyrë që të më thoni pyetjet. Nisim një herë me pyetjet nga YouTube-i, me që dhe kjo video do jetë në YouTube. Hekri si ti fare pyetjet dhe po zgjat kokë. S'na lemo u përgatitit. Po që të përgatitesh, nuk ka përgatitje këtu. Mos më afro se do ta lexoj. Se surprizë ka. Shumë surprizë. Pyetja e parë, që na është bërë nga Luciana, që e përshëndesim. Kur mendoni për një fëmijë të dytë? Mendon, më saktë. Kur mendon për një fëmijë të dytë? A vetë ka pyet ty. Se diab ka pyet mua apo ty, po. Si mendoni? Kam pra përgjigje ti. Okej, nëse më është drejtu mua, Përgjigje ti, përgjigjem dhe unë. Ha. kjo nuk varet nga unë. Pikë të parë. Po foto në kamerë. Me çunat e kemi shumë më të thjeshtë preshtim nga jo. Sepse nuk e mbajnë në muaj. Okej, So. po pse vetëm ajo pjesa është pjesa e vështirë? Jo, pra nuk do të thotë vetëm ajo, do të thotë që ne kemi pak më lehtë në këtë pjesë. Okej, po është e vërtetë se Hekri me shaka gjithmonë ma hedh, po që është e vërteta, unë i them që jo. Ja. Për mua i bëj 10.000 si gjyshi. Jo. Gjyshim ka pas 10.000. Jo, unë i them jo sepse aktualisht sa jemi stabilizuar me Baton dhe faktikisht do ishte me momenti i duhur në rast se sepse më tej nuk e dia kam dëshirë se unë jam 35 dhe nuk e dia dua fëmijë kur t'jem 40, kështu. Por që nga ana tjetër, nëse për shembull unë jam shtatzan, i bie të filloj të shkëputem nga puna dhe nuk e di, po vitet e fundit edhe pjesa e aspektit ekonomik, situata ekonomike, jo vetëm në Shqipëri, po kudo më duket shumë e keqe. Dhe nuk e di, e mendoj edhe pak në këtë aspekt që sepse sigurisht e tha dhe Jene Hekri. pandemi pra. Po, jo, nuk e di, thjesht i bie që unë të shkëputem nga puna, i bie që të kemi më pak të ardhura dhe situata ekonomike nuk është shumë e mirë, ndërkohë sigurisht ne akoma s'kemi kaluar të një shtëpie jona, ka shumë faktor, më kupton, dhe nuk është se e mendoj vetëm hajde po e bëjmë dhe po e rrisim me qatë na vi, sepse nuk është më koha e tillë. Më përpara më duket sikur ka qenë më e thjeshtë në këto aspekte. Ma sot, po thot Romi që ne prindrit e rinj sot jemi, jo se s'kan qenë prindrit tonë, Po. por që jemi ndoshta i qik më të vëmendshëm për t'i rritur fëmijët në një formë ku nuk i mungon asgjë, ne atë mundohemi t'ja bëjmë batos. Po. Prindrit tonë kanë bërë shumë sakrifica, por në atë kohë duke qenë se kanë jetuar dhe në bashkësi familjare më të mëdha, kanë pas shumë më të lehtë. Po. Sot jeta është shumë më individuale, jo se dum ne ose dum familjarët tanë, por dinamika është e tillë që nuk është e lehtë si dikur, se unë mbaj mend shkoja nga një muj të tezja dhe mami ndoshta kishte kohën e botës të bënte gjërat që kishte. Por që sot kanë ndryshuar gjërat, njerëzit janë shpërndar dhe migrimi shumë i njerëzve, nuk i ke shumë familjar afër. Kështu që mendoj se nuk është e lehtë në këtë pjesë pajtohem me Romin. Po, edhe këto kemi vështirësi shumë, domethënë neve nuk kemi një person që na ndihmon gjatë gjithë kohës me Baton. Unë vërtet kam mamin këtu, po mami im është në punë dhe mami im ka jetën e saj me Markon. Si s'ka i tezë. S'ke motër ti? S'kam motër. Edhe nuk e di a keni vënë re në për vlogmas që nuk është se mi parë shpesh në këto ditë, në këtë muaj që kam parë, sepse realisht
në të vërtet mund të shihemi një herë në javë, një herë në 2 javë dhe Bato aq i sheh, nuk është se i sheh gjatë gjithë kohës dhe për ne derisa Bato u stabilizua në Qerdhe ka qenë një vështirësi shumë e madhe. Domethënë mami na ndihmonte që vinte 1 orë, 2 orë gjatë kohës që unë isha në punë, jo gjatë kohës që isha në shtëpi dhe gjithashtu Hekri shkëputej nga puna e tij. Unë mundohesha, nuk merrsha asnjëherë leje gjëra ose pushime shumë në mënyrë që nëse merra një ditë leje kurse morej Bato. Pra, po të kisha dhënë një punë. Po të kishte i punësuar dikut, mos isha vetë i punësuar, njëri nga ne do e linte punën. Po, sepse unë jam e punësuar, kurse Hekri është vetë zot, vetë shkopi, vetë punësuar dhe kjo na ka dhënë pak ndihmë në këtë aspekt, por për ne derisa Bato është stabilizuar në Qerdhe, ka qenë një vështirësi shumë e madhe. Po, ne nuk kemi pas asnjë vështirësi kur vjen puna për rritjen e Batos, kur ka qenë beb ose për gjërat e tjera, por pjesa e Qerdhes, ju e dini, ka qenë shumë vështirë. Dhe nëse Bato nuk do ishte stabilizuar në Qerdhe, unë këto vlog mas këtë vit as nuk do i kisha bërë. Unë kam filluar edhe nëse keni vënë re të publikoj më shumë content nëpër social mediat e mia që kur Bato ka filluar që është stabilizuar në Qerdhe dhe unë kam mundësi që të punoj më shumë mbi kontentin, se dhe kontenti punë është, dhe pastaj të merrem dhe me shtëpinë, pastaj të shkoj dhe në punë. Pra, për këto unë e mendoj shumë herë, dëshira ime që të kem një fëmijë tjetër që Bato mos jetë vetëm, siç unë kam dashur gjithmonë të kisha një motër të tjerë është e madhe, por nga ana tjetër unë shoh në vitet që po rritemi shumë vështirësi. Domethënë, brezi ynë, millenniët që jemi, ku jemi në 30-tat tona dhe akoma kemi vështirësi, siç thash, me shtëpi, me gjëra dhe pastaj dëgjojmë lajmet që Tjetëri ka siguru për plas brez. Po, zëvendës kryeministja ka 300 apartamente, po qesh poshtë për të qarë, ndërkohë njërë si puna jonë që punojnë 2-3 punë, që unë kam 18 vjetë që punoj, pastaj bëhet vështirë për të menduar për pas një fëmijë të dytë, imagjino, pastaj për të pas shtëpi të dytë, të tretë, e më the thash. 300. Kalojmë te pyetja tjetër. Pyetja tjetër është, jeta më e mirë në Prishtinë apo në Tiranë? The best. Këtë na e ka bërë Doa Shabani, nuk e di mirë si e ke emrin, por të përshëndes sepse gjithmonë më shkruan komentet. Jo, fillo ti. Okej, do filloj unë. Okej. Ose do filloj do thot këtu është më mirë Prishtinë. Unë personalisht e kredin, nuk e di, unë në përshtata shumë në Prishtinë. Dhe në krahasim me Tiranën, Prishtina më duk një vend pak më i vogël dhe më familjar për të rritur familjen, për të rritur fëmin. Në Prishtinë më mungonte shumë klima e bukur e Tiranës dhe fakti që nuk kishte shumë aktivitetet, pak në ato 2 vite që ndruam ne, shumë vende u mbyllën dhe shumë gjëra edhe atje u ndje shumë kjo kriza ekonomike dhe Kjo ishte pak aspekti, shpesh herë të dielave nuk kishim çfarë të bënim me Baton e vogël dhe me klimë të ftohtë bore, saqë përfundonim në qendër tregtare që unë nuk është se kam shumë qef. Por që çfarë më ka pëlqyer gjithmonë nga Prishtina janë njerëzit, domethënë më kanë bërë gjithmonë që të ndihem pjesë e komunitetit, nuk më kanë diferencuar, janë shumë të dashur dhe të afrojnë shumë. Dhe kjo më ka bërë që ta diferencoj me Tiranën. Pra, nëse do më pyesje për komunitet, unë do zgjidhja gjithmonë Prishtinën. Nëse do më pyesje pastaj për klimë, sigurisht Tirana ka klimë më të bukur, por sërish që kur jam kthyer këtu, e ndjej këtë diferencën e afrimitetit. Ne në Shqipëri jemi bërë shumë të ftohtë dhe individualist, nuk e di a ka ndikuar kjo fakti komunizmit ose mënyra e kulturës këtu, ose nuk e di çfarë ka ndikuar, por jemi shumë më individualist, shumë më egoist, që i mbajmë ato gjërat tona kapur fort dhe këtë e kam vënë re kudo, në çdo aspekt. Jo se kjo në Prishtinë nuk është, por që njerëzit afrohen shumë dhe janë shumë për komunitetin, shumë ndihmojnë njëri tjetrin, gjendjen afër në shumë situata, janë më të dashur. Unë e mbaj mend asnjë ditë s'kisha në Prishtinë dhe menjëherë fillova punën, domethënë vetëm se
dikush mori vesh që kisha ardhur në Prishtinë dhe më morën në intervistë dhe fillova punë, gjë që këtu në Shqipëri nuk do kishte ndodhur asnjëherë. Më duket se u zgjuar Bato. Hekri shkret marri Batën, po siç po thoja, unë nëse do zgjidhja për të rritur një familje, për komunitet, gjithmonë do preferoja Kosovën. Pastaj Shqipëria ka përparuar në shumë aspekte të tjera. Një gjë tjetër që më bënte gjithmonë përshtypje ishte dhe që të rinjt largoheshin shumë pak nga qytetet e tyre dhe nuk e di, familjet ishin më të mbledhura me njëri tjetrin dhe kjo gjë më bënte përshtypje pozitivisht. Pastaj për vetë faktin se Kosova ka dhe ndër popujt më të rinj në Europë dhe ajo është gjë tjetër. Shumë e mirë, ka shumë të rinj dhe në fillim habitesha se shija kudo njerëz me karroca, me fëmijë e kështu me radhë, që sidomos njëri në Itali bëj fjalë. Tani do thot Hekri mendimin e vet. Po janë paka shumë njëjta gjëra. Dhe ti e di që unë gjysmën e jetës e kam kalu në Tiranë, gjysmën në Kosovë. Nuk do ta thot që vdes për Tiranën. Jo, nuk është aty problemi, ka shumë arsye pse më pëlqen këtu, ka shumë arsye pse do rrija në Prishtinë. Hello again. Një pjesë shumë e madhe e pyetjeve që bëm i regjistruam me slow motion. Kështu që do ta vazhdojmë aty ku e lam sot mëngjes. Ku e lam? Na bëj qik si notat burrave. Do vazhdojmë me pyetjen ku aspektet e mira të këqija Prishtinë, Tiranë dhe ku do preferon të jetonit. Unë fola, mjaft më dëgjuat, tani do sot Hekri mendimin e tij. Po e bën mend çfarë thash sot? Nuk e di drejtën çfarë the, po thuaj edhe një herë çfarë të vi. Unë ndërkohë do rihap pyetjet. Kjo ishte për Prishtinën dhe Tiranën. Që unë thash që Na bëj një recap. Po, unë thash që mendimi im që Prishtina ishte pak më komunitet, më e vogël, një ambient më familjar dhe mendoja sikur përshtatej më shumë për jetën familjare, edhe pse ndonjëherë mërziteshim se s'kishte shumë gjëra për të bërë si një qytet më i vogël, por çfarë kam adhuruar më shumë, edhe pse ma dëgjuat që e thash dhe pak më parë, është njerëzit, fakti që janë të lidhur me njëri tjetrin, që në një farë mënyrë ndihmojnë njëri tjetrin, që janë më familjar dhe kështu me radhë. Majtër. Është e vështirë me ndo. Si do të thosh se ti pranoje se të pëlqen Tirana më shumë. Po, Hekri, unë mendoj që Hekri adhuron Tiranën dhe thjesht do ta thot për të mos ofenduar. Jo, s'ka lidhje, ti e di që unë gjysmën e jetës e kam kalu këtu gati. Kam qenë në 2008-ën dhe nuk është s'me pëlqen Prishtina, më pëlqen shumë aspekte. Por, si që the edhe vetë, unë nga një qytet i vogël kam kalu një qytet shumë më të madh dhe s'mund të kthehem në një qytet prapë më të vogël. Ti e di që më pëlqejnë qytetet e mëdha, dinamizmi. Po, Hekri pëlqen pak jetën kaotike, që ka shumë ritëm. Nëse e mbani mend nga vlogjet, prandaj i ka pëlqyer dhe Portugalia dhe nuk i pëlqente Gjermania, se tani kaluam 2 shtete të tjera, sepse pikërisht Gjermania ishte shumë e vdekur, ndërsa Portugalia ishte, po, edhe Hekri aty gjeti veten dhe për këtë pëlqen Tiranën. Ka shumë aspekte tjera, edhe në aspektin ekonomik, Tirana është një infrastrukturë shumë më e lehtë për biznesin. Por që aspekti njerëzor është të vërtet, në Prishtinë janë komunitete më të vogla që rrinë bashkë edhe prandaj të ka shijuar ty. Por që dhe Tirana po shkon si qytetet e Europës, pra pak njerëz vendas, shumë njerëz të huaj, prandaj edhe humbet kjo gjëja. Kështu që është normale që atje do a gjesh akoma, sepse ka të rinj nuk ka nikur sa këtu. Në Tiranë ka nikur shumë, edhe po kthehet në një qytet kapital shumë të madh, ku
nuk do kesh kohë më për të ndjerë mirë. Jo, mendoj që së shpejti do bëhemi pak si ishte në Milano, që shije vetëm të huaj emigrant. Në Europë, ashtu do përfundoj. Unë vetë kam qenë emigrante, por ju specifikova çfarë lloj emigrantësh vizitoronin tani në Milano, që më bëri shumë përshtypje, domethënë. Kështu që të dyja i pëlqej, të dyja i dua për momentin. Pëlqen Tirana. Na lidh interesi më shumë me Tiranën. Unë nuk e di, ato kisha zgjedh Tiranën sërish, them drejtën, por që më shumë ka qenë një zgjedhje që e hekrit që shpjegoj. Por e punës më sa. Por personalisht nuk e di a do rikthesha sërish në Tiranë, mbasi shkova mbasi ktheva nga Milano, jetova ca vite këtu, mbasi shkova në Prishtinë. Rikthimi ka qenë pak i vështirë sepse për të dytën herë po riadaptohem me Tiranën, edhe fakti është edhe shumë njerëz i lë pas. Domethënë në Milano kam lënë njerëz shumë, pastaj edhe në Prishtinë njerëzit që fillova të njihja. Këtu kam lënë, tani po rikthehem kohët e fundit të rishikoj sërish, sepse nuk kam as kohën që kam pas më përpara. Mirë, pra, nuk e di a kuptuat eksaktësisht, por kjo ishte pak a shumë thelbi i kësaj pyetje. Pyetja tjetër është nga Ina, ku je njohur me hekrin, dhe kjo besoj që do jetë pyetja që më keni bërë më shumë. Faktikisht, nëse prisni Kështu talleshim me njerëzit, kur më pyesnin ku je njohur, i thosha në Google. Edhe tani nëse prisnin ndonjë nga ato njohjet super romantike. Me tren. Jo. Se e bëm me trenit, me dorë. Unë dhe Hekri ndiqeshim në Instagram nga ca miq të përbashkët, edhe nga aty kemi filluar që të flasim dhe bisedojmë. Masat bëjmë kështu. Ja, shifja fotot ishin të bukura, estetike, se gjithmonë ka qenë kështu. Po, unë sa kisha filluar, nuk kuptohet. Unë s'kisha shumë kohë dhe kisha filluar të kisha një profil publik në Instagram dhe ta trajtoja tamam si blog, edhe në atë kohë kisha edhe një blog, website, ku flisja për udhëtimet në Shqipëri, vija bëja fotot, bëja shkrimet, i bëja në 2 gjuhë, në italisht dhe anglisht, dhe ka qenë ndërfaqet e para që fliste për Shqipërinë, për udhëtimet në Shqipëri, në një kohë që gjithë thonin është frikë. Dhe ndërkohë që postoja për këto, kisha filluar postoja edhe foto që kisha bërë në udhëtime, në botë të mia, kështu në Instagram. Edhe aty ja shifnim postimet njëri tjetrit, po në mënyrë shumë chill, asgjë, sepse ju shpjegova sa kisha filluar të merrja followers në Instagram. Unë mendoja që ishte fake profile. Po, edhe Hekri mendonte që ishte fake. Jo për ndonjë gjë, por zakonisht nuk isha mësuar të shifja kështu shqiptare shumë që kanë foto aq estetike. Po, ishte një kohë që realisht shumë pak ose as pak kishin profile të lezetshme. Gjeta një gotë, një shoqe që unë njifja, shoqe që njifja prej vitesh, edhe i tha monore, ky profili është fake. Këtu. Dhe kjo është Joy, që e përshëndesim. Joy është nga vendlindja ime, kam pas komshie përballë. Dhe nuk e di a i shef vlogjet, po Ai, është bërë një për sebepi, se kërëm ta jo shqiptar është, thash okej. Po jo, nga aty pastaj ndonjëherë përgjigjeshim në komenti, në muhabeti kështu, derisa filluam flisnim, po në mënyrë shumë chill, shumë friendly, nuk është se kishim qëllime të caktuara, sepse secili kishim jetën e vet. Dhe pastaj ka kaluar gati një vit, derisa pastaj u takuam kur vija këtu, dhe pastaj duke u takuar jemi këtu. Me një qonë. Unë pastaj përpara se të vendosja në sensin a do bëni martes apo gjë, kemi vendosur që të bashkëjetojmë, sepse Po, kemi marrë shumë chill në fakt. Po. Kjo na ndihmu shumë. Sepse unë nuk është se isha shumë e fiksuar me martesa, sesa që të gjeja një partner me cilën të ndaja jetën dhe të kishim të njëjtën objektiv ose mendësi, ose të shkojmë drejt të njëjtës rrugë dhe të respektojmë njëri tjetrin sigurisht, edhe
Nuk e kisha shumë mendjen tek martesa kështu si celebrim, sepse unë prindërit i kam të ndarë, nuk e di sa vite mund të jem bërë tani, 15 vite se mbaj më të mirë, se ka ndodhur kur kam qenë diku 20 vjeç, dhe nuk është se isha fiksuar shumë, ndërkohë po lodh me këtë kapsën. Nuk isha shumë e fiksuar me çështjen e martesës, dhe për këtë më shumë shkuam drejt bashkëjetesës për të kuptuar gjëra, dhe pse kemi kaluar tërmetin, kemi kaluar pandemi. Eventet një Kemi ndruar disa shtëpi, kemi shkuar në Prishtinë. Dhe u martuam. Po, dhe në fund u martuam, por që jo, realisht e kemi marrë shumë chill, shumë avash, ka ndodhur smooth çdo gjë dhe jam happy për këtë gjë në fakt, se nuk ka pas push nga asnjëra anë. Kanë lindur natyrshëm, besoj unë. Po, nuk gjërat e sforcuara nuk i kam pas qef asnjëherë, sepse vjen një pikë pastaj që bëhej shumë e bezdishme. Kemi marrë. Edhe Rion e kemi adoptuar në një farpike. E keni edhe vlogun e Rios. Është dhe vlogu? Po, prej kemi marrë. Tani do kaloj tek pyetjet që më keni bërë. Që ndodh tu se tja s'm ka tregu asnjë pyetje. Po këto i ke dëgjuar. Një pyetje tjetër është si jeni njohur me Jeffrin, vlog masi jot më i bukur. Jeffer. Besoj se e ka për Hekrin, se Jeffer nuk është se njoh njeri. Faleminderit shumë. Më bëhet shumë qefi që kam pëlqyer. Ishte ka dash më shkurt Hekrin i ka shtu në gerë. Po, ose përdor shumë këtë emrin, edhe i del në tab, ke parasysh? Po. Faleminderit shumë që më bësh shumë qefi që ka pëlqyer, sapo u përgjigjëm kësaj pyetje. Pastaj kemi po bëheni ku jeni njohur dhe këtë e përgjigjëm, si jeni njohur me Hekrin prap. Gjithë pas kanë. Okej, si ja keni dalur me postpartum, se ky postpartum im na thot ndajuni, edhe mua më ka thënë shumë herë. Thuaj ik atje, s'kam punë me ty. Dëgjoj, postpartumi është shumë i vështirë. Realisht shumë i vështirë. Mund të ketë qenë një nga gjërat më të vështira. Mendoj që komunikimi, ndihma, vajzat kanë peshën më të rëndë. E vërtet është se këtu po ndërhyj unë. Se është lodhi qik, e vërtet është shumë. Në këtë rast, një përgjithësi shumë e madhe është e bashortrit, ne çunat, që duhet t'japim shumë suport, sepse e kam vënë re dhe kur lindi Romi, realisht nuk e prisja, t'ju them të drejten, që do ishte aq e rëndë për atë, por të njëjtën kohë edhe për mua ishte një sfidë shumë e madhe, një ndryshim patjetër, sepse nëse mendoni që të meshkujt nuk ka lodhje dhe ndryshim, po sepse është ndryshim edhe kur e sheh personin që ti ke bërë me të jetën një martuar, ke bërë dhe një fëmijë tashmë, po kalon atë gjë dhe ajo të bën të ndjesh keq, so do shumë support. Unë e kam parë Romi ka pas ditë shumë të lodhshme, por është shumë e rëndësishme të rroni qetësinë. Po, bashkëpunim, të flisni. Mendoj që janë hormonet. Mendoj si vetes, janë hormonet. Jo, është një fazë kalimtare. Shumë e rëndësishme është se kur e bëm slow motion atë thamë gjë të bukur, po e përsërisim, është që mundoni të gjeni njerëz që t'ju ndihmojnë. Është shumë e rëndësishme, mami, ndjerë, motra, vëllezër. Kërkojeni ndihmën, mos t'ju vi turp, sepse jam i sigurt që edhe ju dikur dikë e keni ndihmuar, sepse është shumë e rëndësishme të bëni jetën, po them unë, nuk e bëjmë dot mos i kemi qenë pak. Po disa gjëra. Por çfarë gjëra i bëni? Filloni të dilni, takoni një shoqe, një shok, flisni. Kaloni pak kohë bashkë. Po një gjë që të ka pëlqyer, një sport, një ecje, një vend që të ka pëlqyer para lindjes, para shtatzanisë, sepse ajo të ndihmon pak me ik nga ky realiteti që futesh brenda. Po. Asgjë. Ne kemi pas në fillim pak ndihmë. Normalisht. Po, sa po kishte lindur Bato 2 javë të para. Mami Romit, mami im kanë ardhur. Por nga aty pastaj ja kemi dalë vetë. Po, pastaj që aty është vetëm, kështu që nëse do keni gjithmonë njerëz afër, do jeni më fat. Po, do jeni më mirë. Ne s'kena qenë shumë më fat në këtë pjesë. Sepse prindrit e mi janë larg,
Mami Romit është këtu, na ndihmon goxha, por ajo është në punë, pjesën më të madhe të ditës. Dhe ka jetën e saj, sigurisht. Normalisht, so nëse i keni. Po. Keep them. Pranoni gjithmonë ndihmën, edhe nëse për shembull disa gjëra nuk ju pëlqejnë. Bëlleni një sy edhe një vesh. Po. Sepse do ju duhen. Ja, shumë nesër do shkojmë me pa arthyesin. Po. Ta ndihmoj mami Romit. Imagjino mos ishte fare. Çfarë do bënim ne? Po, e vërtet është, por që këto ju themi, nuk është periudhë e lehtë, është periudhë shumë e vështirë, thjesht. Disni do kalojnë. Do kaloj, por nuk do qeshte. Por që jeta sigurisht nuk do kthehet më që ajo që keni pasur. Edhe çunave nëse shet në çun. Ndoshta. Edhe për ju s'do jetë lehtë, do keni ca ndryshime, do filloni të ndjeni një ndjesi, përgjithësi, sepse mua kështu të paktën e kam ndjerë. Okej. Që filloni një ndjesi përgjithësie shumë e lartë. Okej. Njerëzit që kanë, pastaj ata janë bo gabimisht për njërë, por që realisht të shtohet një lloj obligimi shumë më delikat. Se shatë të fëmijën e di që ai do haj, do pi, edhe duhet të kujdesesh. Por, pa ta lexuar, se po e shtoj edhe këtë, para se ta ashtu të bënim, që lindte bato, thoshte që për prindërit meshkuj, ishte shumë interesant ky studimi, që pasi lind fëmia, prindi mashkull, pra stimulohej për të punuar 2 fish më shumë. Okej. Edhe për të fituar. Sepse nga kjo ndjesia si duket e përgjithësisë, fëmia sjell vetë mira sepse të bën push për të arritur më shumë gjëra, se e di që kur je vetëm thua se do sajohemi, por me fëmijë nuk sajohemi. Forca do e dilni gjithë, si ne, si gjithë. Si gjithë, edhe ne kemi ato ullet ngritjet tona, nuk është se jemi gjithkohës perfekt, dhe asnjëherë nuk kam dash as të transmetoj se çdo gjë është perfekte. Jeta është e bërë në këtë mënyrë, ka luhatje, por rëndësi ka që të ecim përpara. Tani pyetja tjetër. Okej. Kjo është për mamin tënd. Cila ka qenë lutja e nënës Hekrit? Saktësisht ta bëj dhe nëna ime për vëllau, një nuse yll. Faleminderit. Ka qenë 3 herë shumë budu. Jo. Me shtiza. Jo, nuk e di, duhet me e pyet nëse ka bërë ndaj lutje. Do ta pyesim ose ta shkruaj. Por çfarë do shtoj, se unë mbaj mend nga ajo rinia më e hershme imja, se si jemi plokur akoma. Mami asnjëherë nuk ka qenë kështu tipe që më ka thonë merë nusen kështu, jo kjo kështu. Gjithmonë ma thoshte i gjë që kam po si vath në vesh. Ma thonë, ndash merët bardh, ndash zezë, kuqe, blu, nga Shqipëria, nga Kosova, ku dush merë. Më thoshte për mua, mjafton të kesh marrë një njeri të mirë, që t'jetë njeri, sepse ti do shtysh jetën me to, unë s'do fle me to, nga të smonte. Gjithmonë këshilla asaj më ka qenë që të gjej një njeri të mirë, asnjëherë, sepse ka ato nënat që kim punu sa i filmin brëm. Me Christmas ishte funny, do ta vazhdosh. Nuk e përfundova. Aty ishte një çun mami funny. That's it, por nëse ka bërë ndaj vudu, do ja u tregoj. Po njerëzit na kam thënë disa herë që Hekri vazhdon me kollën. Kjo është kolla kampione 35 vite jetë. Doja të thoja që unë nuk jam ajo nusja tipike. Domethënë nuk është se bëj çaj nxjerr 2 lyma, çfarë quhen ato? Dyma. Dëgjon që të fol. Romi ka i problem shumë të madh njerëz, ta dini. Është kampione transformimit të emrave. Domethënë larg qoftë. Po, si quhen ato, se di, që quhen ato që bëjnë çajra, gjëra. Gjym. Po ku dëgjon, ja t'ja fut kot tani tu ta me mua. Orio, kjo nishe. Por që unë jam shumë njëri që sigurisht rrin punën time dhe respektoj njerëzit dhe nuk merrem me llafe, kështu që besoj që kjo vlen më shumë se sa nxjerrja e çajit. Okej. Tjetër. Pyetja tjetër është historia e tuaj njohjes, të e tha,
Si duket Tirana Hekrit në krahasim me të mirat dhe të këqijat e Kosovës, nga është lindur dhe rritur. Romi është shumë mirë, ke qarë vlogmas këtë vit, faleminderit. Folëm për Tiranë, për Prishtinën. Po. Të dyja i dum, të dyja na pëlqejnë, të njëra na rrit më shumë. Ma saktë di çfarë mendoj? Po jap edhe konkluzion. Që Tiranë më rrihet nga muaji prill deri në muajin tetor. I rrin verë, ndimër do me skiu në Kosovë. Bravo. Nëntor me janar shkurt. Nuk është kaq Kosovë, asob me dru, ski, Brezovic e të tjera. Okej. Tani. Shërë kjo pozicionu këtu, ma ka këthy shpinën, Jo, duke marën dhe më thonë më përgdhejnë. Komplimentet të dyve, Hekri është ndër të paktët bashkëshortë që është kam parë chill para kamerës dhe mendoj se kjo është dhe merit e jotja, sa vit keni bashkë dhe si arrini të mbani marrëdhënien gjallë. Faleminderit. Marrëdhënien e bëjmë ato. Jo, jam chill. Jam chill para kamerës, nuk e kam shumë kompleks, pavarësisht unë se dal shumë në mënyrë natyrale tek Romi. Unë këtë punë bëj, nuk kam pas ndonjëherë kompleks, besoj se jo, thjesht nuk është se asnjë nga persona që del në YouTube ose në social mediat e mia nuk është se i marr dhe them hajde dil, hajde. Jo, ka ndodhur natyrshëm edhe më. Po, kam dashur që gjithmonë nëse do dilte këtë dilte në mënyrë natyrale, e di që prania e bashkëshortit ose e personave të tjerë mund të sjellë vizibilitet më të madh në social mediat e mia. Ne nuk e kemi bërë asnjëherë atë gjë. Jo, nuk është inskenuar asgjë për klikime, për gjë. Bëjnë shumë reta, po këtu keni ngatruar adres. Po jo, një më poshtë. thjesht kam dashur që çdo gjë të ishte ashtu siç është dhe kur Hekri ka qenë prezent në shtëpi, kur ka pasur kohë dhe ka qenë duke bërë realisht atë gjën, ka dalë. Pavarësisht se duhet kuptojmë diçka që Hekri është ai më që njeh njerëz, më fani, që kur dalim, si e përshëndet këtë, përshëndet atë, unë jam ajo, pavarësisht se dal tu në social media, flas me ju. Po, ja, beso është hapur, unë jam këtu, më thotë hyr më brenda, ndërkohë është si mit sokoli. Po jo, dhe të thoja që unë jam ai person që jam pak më tërhequr dhe nëse do e nxirra Hekrin për din social media, sigurisht do kisha shumë njerëz që do pëlqenin. Të pjedhë unë në kanal, të bëjmë vlogs. Një sekundë. Nëse e duke e parë këtë video, hajde 10 shokëve, subscribe Romit, se më thotë supportove. Si i bjen, si e bën ai, te ky këtu, ku i bje tani, kjo i bje këtu, diku këtu është ai butoni subscribe dhe sepse në rregullorët YouTube-it, po lexoja, që një nga ato poshtë është mëkat të shohësh videon dhe të mos kesh bërë subscribe personit. Të Romit. Po, përgjithësi të njerëzve ishte rregull i shkruar YouTube-it. So, subscribe dhe çani edhe njerëzve. Ja të bëra çik marketing. Dhe që a thot pastaj chill, po, sa vite keni bashkë? Më 6. Na zvoglon 7. Paka shumë. Gati 7. Paka shumë. Dhe si arrini ta mbani marrëdhënien gjallë? Këto kohë të fundit vështirë, vite që kur jemi me Jo, nuk është çështje vështirë, thjesht mbajmë gjallë baton. Kupton vetja ka vdek. Kur kemi kohë kështu. Bëj shaka, normalisht nuk është e lehtë, sidomos pas ardhjes fëmis. Këtu do shumë kujdes, do i qik më shumë. Po, e fakti është se nuk është se kalojmë dhe shumë kohë bashk, vetëm, flas sepse nuk kemi mundësi ta lëm baton. Presim që të rritet dhe ti themi. Po, ndoshta kur të rritet pak më shumë do shkoj në përgjyshra, në vërdat. Nuk e di, të daja, ndoshta Enea ke dëshirë ta mbash pak më shumë. Enea aty. Se unë kam the line, po nuk e di që Ola do e mbante, po Ola është në Shkodër, kështu që të përshëndet. Thjesht mundohemi në darkë të bisedojmë pak më shumë. Madje po e propozoja Hekrit të mërkurën që unë nis punë pak më vonë, të bëjmë kështu si
lunch date në drek të dalim. Do të mërkur, do të gjuj këtë gocën, shkemi goca. Jo, hajde. shumë vështirë ka qenë, them drejtën, thjesht mundohemi të komunikojmë dhe të flasim sa më shumë me njëri tjetrin. Edhe të pak pozitiv, ne jemi pak natyra pozitive të dy. Ti marrë me sportivitet gjërat. Kështu përplasje. Qa përplasje shqipjen? Titanësh. Por ndodhë që mas 3 minutash harrojmë të dy, kështu që kjo të regon shumë që nuk I kemi asnjëherë shumë prej vërteti, por I kemi edhe të momentit që edhe lodhemi, unë lodhem, kjo lodhet, edhe por rëndësi ka që në fund ditës, ja, si sot këtu ulemi, bisedojmë, lozim Rion, edhe ka qëfar profesioni ka. Ka hekri, pyetja next. E fola këtu, apo se fola? Se di, po fola edhe një herë. Hidraulik. Atëherë unë shkollën e kam mbaruar master dhe do në bachelor dhe master shkencor në art dhe design, pra jam designer praktikisht. Këtë gjë e ushtroj, po them unë që 14 vjeç kur kam fillu me u marrë me këtë fush, pra po bëj gati 20 vite që jam në këtë pasionin tim e qujon gjithmonë, edhe pse sot është kthyer në punë. Kam një studio të vogël bashkë me shokun tim, ai është në Prishtinë, unë jam këtu, bëjmë një bashkëpunim shumë të bukur me klientë shumë të bukur. Jemi kryesisht tek pjesa e branding dhe marketing. Kam punuar shumë vite edhe në Tiranë në agjenci, jo shumë agjenci, por në njërën shumë gjatë, te Connexti, ku kam marrë, po them unë, një pjesë formimit shumë të madh, pjesë dhe stime, eksperiencë. Edhe vazhdojmë këto mikrobizneset e vogla që eksperimentojnë, që lidhen me zanatin e familjes, që familja ime prej 3 brezash kemi një zanat me mish, pra për punimin e produkteve të mishit. Edhe ajo është një pasion po njëjtë si dizajni, so kam përshtypjen gjithë jetën këto dy gjëra do jenë duke bërë, dizajnin dhe mishin. Mishin, ti është my favorite edhe për ta gatuar. Po, e vërtet është. So, në mes të dy gjërave jam? Po. Okej, si njohur me hekrin, prapë sërisht, një pyetje tjetër që lidhet me babin tim, thot si e ke marrëdhënie me babin biologjik, a e ka takuar hekrin? Patjetër që po. Me babin e kam marrëdhënie të mirë, babi sot bisedova. Po, e dy prindrit I ka dhe duken shumë të mbaj, dërtrim, dhe më thonë, edhe mami Romit, absolutisht, por dhe babi, si zakonisht, baba të lëshën shumë vetën, dhe babi Romit është super fit. Një ditë që... I bërë flokët si Bato. Po, kështu me kështu, por jo, I ditë ishte gallaci, kishte bler Batos 2 makina super, nga këto sofistikumet me telekomanda, si robot. Po. Edhe I qoj një foto unë, pasi I morëm dhuratat, se ndalova unë isha në Kosovë, ndalova I mora rrugës. Edhe ja qoj një foto me Demek Polos, me mera I gëzushë me kamera dhe kuja me I thëmë se ishte në mes malër, kishte dalë për vrap për ecje në ato malët e Veriut. Po. So e mban vetën dhe më pëlqen për këtë pjesë, është tip që udhton, ka qef, bëj qef. Tjetër që e njojmë, Romi marrëdhënien e ka super. Po, unë sot fola prap me të se më pyeti për Batën se si është. Nuk është se takoj çdo javë, ndoshta mund të kaloj një herë në muaj, një herë në 2 muaj, varet nga situatat, por që jam munduar që të mbaj raporte të mira, sepse sigurisht është babi dhe mami im, pavarësisht gjërave që mund të kenë ndodhur mes tyre. Por nga ana tjetër asnjëherë asnjëri nga të dy nuk na ka shtyr kundër tjetrit. Janë shumë. Domethënë gjithmonë thotë që patjetër do takosh babin, do takosh mamin dhe respektoj njëri tjetrin dhe kjo është një shembull shumë I mirë. Vlen shumë mirë, kjo gjë vlen shumë mirë pavarësisht se ato janë ndarë dhe ne nuk jemi një familje tipike. Siç mund të jetë ato të filmave, Walt Disney apo nuk e di, dhe pavarësisht situatave të ndryshme që ne mund të kemi kaluar kur jemi rritur, por mbajmë një marrëdhënie konstruktive me të dhe kaq. Të vogël. Hunger me chick show, pjeshk.
Kishi marrë një konserve dhe se Ua, unë ka sa vite mund të kisha ngrënë këtë gjë? shumë. Ato që të cilin kur smuresh, po. Nga që unë erdha nga Ka punë. qenë kjo gjëra, no, kur smureshim, Po, na vinin me qese, me lëngjë, me sheqer të... Do më thonë, ne... nuk e di Pas asun. kemi dhe pak bateri. Nuk e di asun se bëj ajo gjë, por që do mbarojmë këtu videon dhe do ha diçka se jam kthyer nga puna dhe direkt thash heke do vëm baton gjumë dhe do vazhdojmë me videon. Okej, pyetja tjetër. Në qoftë se do kishte kthyer mbrapa në kohë, do zgjidhni Hekrin përsëri, jeni yje. Faleminderit. Unë ju kam thënë disa herë që nuk jam tipi që kthej kokën mbrapa, por mundohem të jetoj të tashmen dhe të mundohem që të përmirësoj, të bëj diçka për mirë për të ardhmen, se ardhmja s'është se parashikohet. Kështu që edhe kjo pyetje nuk është se për mua ka shumë, sepse në fund ditës unë jetoj momente që kam tani me familjen time, me Hekrin, me Baton, dhe nuk është se kthej kokën edhe mendoj do kisha zgjedh Hekrin një person tjetër. Edhe në ato momentet e krizave. Shifni para njerëz. Po. Ti përgjigjem unë, po, kisha si... Po bën si kuller këtë. Jo, më po... Jo, thjesht... Përderisa jena bashkë, unë Po, s'më duket, këtë, kjo ishte që përderisa... Like, kemi qenë shumë vetëdijshëm kur kemi vendosur. Për këtë po them, përderisa tani jam me Hekrin, nuk është se kthej kokën mbrapa dhe mendoj që do kisha bërë mos kisha zgjedh Hekrin. Asnjëherë nuk e kam bërë në jetën time në asnjë zgjedhje këtë gjë. Sepse mendoj që gjërat vinë në një mënyrë që të ndodhin ato pastaj. Mendoj edhe në këtë sens që mblidhet një energji në botë që të ndodhin gjërat, sigurisht dhe zgjedhjet që bëjmë, po që ka shumë energji që punojnë për këtë gjë, se po dukem tani si një gjë mistike. Pas ke edhe kështu komente. Po, pas e kam shumë... Ka këto e mirë të super. Po, pas kam shumë komente pozitive, faleminderit shumë. Tani do kalojmë, do shohim dhe një koment tjetër nga Eni, e cila më duket është një ndjekëse e re. Thot, do kisha pëlqyer të flisni se si jeni njohur ju të dy, për punët, profesionet tuaja dhe si ndihmoni njëri tjetrin me Baton. Tani, Hekri au tregoi se çfarë bën, ndërsa për mua besoj që një pjesë e juaj e din që unë jam optometriste, që merr me probleme të refraksionit që lidhen me shikimin. Dhe kjo është diploma ime e dytë, unë diplomë të parë, drejtim të parë studimesh, kam administrim biznesi me një specializim në marketing dhe më pas kam vazhduar studimet për optometri. Dhe tani jam optometriste, më dini ku punoj, te dy optikat e Optika Premium. Edhe mua mi ka bërë syzet. Po, edhe Hekrit ja kam bërë syzet. Dhe shumë njerëz të tjerë dhe këtu në Shqipëri dhe në Kosovë, sidomos në Prishtinë, kush më ndjek nga kohët e Prishtinës. Dhe kështu, është një punë që ka të bëjë me njerëzit e kjo gjë më pëlqen shumë dhe në një farë mënyrë i zgjedh një problem që është problemi me shikimin. Pastaj, kur bëhet fjalë për sëmundje të syrit, me ato ju drejtoj në spital, nuk merrem unë. Pra unë merrem kryesisht me probleme të refraksionit të shikimit që lidhen pastaj me syzet. Si e ndihmoni njëri tjetrin me Baton. Kam unë dorë Baton, janë shërimash. Ja, e kemi shumë natyrshëm. Po, varet me faza të ndryshme. Sigurisht kur unë kam qenë me gji dhe unë isha burimi kryesor i ushqyerjes. Nuk kishim çfarë të bënim, unë sigurisht kisha pjesën më të madhe, por Hekri mundohej gatuante, mundohej të pastronte shtëpinë, ose natën çohej ndonjëherë. Për shembull, kur ka qenë i vogël, kur ka qenë mersha herët kur ishte që çojnë 5. Po, se do isha në zyrë edhe kjo kur ka qenë i vogël. Tani për shembull, unë çoj. Jemi rivers. Po, unë çoj mëngjes me Baton. Derisa Bato shkon në qerdhe, Hekri çohet pak më vonë, pastaj çon Baton në qerdhe ose çoj unë varet. Pastaj Hekri kthehet nga puna, merr Baton në qerdhe, unë iki në punë dhe Hekri e mban mbas dite Baton kur unë jam në punë, sepse unë mbaroj vonë,
mund mbarojnë në orën 5, na 2 ditë, po ditët e tjera mbarojnë 7:30 zakonisht. So unë e Bato jemi duke e bërë shtëpinë deri në 7:30. Po. Për shembull Hekri ndonjëherë gatuan sërish, unë jam marrë më shumë me pjesën e pastrimit të shtëpisë këto kohët e fundit, këto muajt e fundit, se Hekri ka qenë pak shumë i zënë, po ndërkohë lambato, kështu pra le të themi që kombinohemi pak. Janë kombinime kështu që nuk i kemi me pakt, po janë pakte të pathëna, le ta quajmë. Ndodhin natyrshëm. Po, për shembull, flen me mu shpesh. Po, tani edhe vendosim, ndonjëherë vendosim të dy në gjumë, ndonjëherë vendos vetëm Hekri, ndonjëherë vetëm Ose si zgjedh ai, se në i teket mama, baba. E vërtet është. Ose të dy. Dhe thotë, por mbase ju këto i keni diskutuar në vlogjet e kaluara, por për ne jemi realisht të ri, do ishte diçka interesante për të folur për të njohur më pak. Më Besoj shumë. që ke marrë. Festa gëzuara Eni edhe ti festa shumë gëzuara. Faleminderit për mesazhin. Dhe tani një pyetje tjetër e fundit. Thot çfarë pune bëni të dy? Kjo është pyetja ime dhe të u përgjigjëm. Faleminderit shumë për gjitha pyetjet. Pyetjet kryesore ishin për sa i përket kemi bërë? Po. Po, e bëm parën. Pyetjet kryesore ishin lidhje me njohjen tonë. Por nëse keni dëshirë që të bëjmë pyetje të tjera ose të flasim për tema të caktuara bashkë me Hekrin. Ja, se të tregojmë për punët në ditë nështë më shumë. Po. Nëse keni bësh në i vlog. Shkojmë te puna e Hekrit. Okej. Shkojmë edhe te puna e. Po, nëse keni dëshirë që të trajtojmë tema të tjera, që të flasim për gjëra specifike, t'ju marrim me vete në gjëra specifike, më komentoni. Nëse ju pëlqeu ky lloj vlogu, më komentoni, patjetër do bëjmë të tjera. Në rast se ju pëlqejnë, mos harroni të na suportoni, të bëni subscribe, të komentoni, të bëni like. Këtu poshtë. Gjithashtu mos harroni të merrni pjesë në giveaway, sepse erdhi fundi i vlogmas edhe shumë pak, ndoshta edhe një epizod, dhe do themi fituesit. Unë ju dua shumë, faleminderit për gjithë suportin dhe neve ju themi natën e mirë. Mirupafshim, gëzuar. Apo do dalim prapë? Do dalim prapë. Për Krishtlindje. Se nese kemi një ditë tjetër shumë bukur. Po nuk do i themi. Hekri ju tha diçka po. Do ndapim surprise.